Përshëndetje, atëherë na ka ardhur një rast në laborator mbi 3 implante. Implantet nuk janë paralel ndërmjet njëri tjetrit. Për këtë arsye nuk arrim dot që të bëjmë një punim me filetim ose me vidosi siç i themi ndryshe. Pra do bëjmë një punim me cementim ku zirkonet do ngjiten në gojë, nuk do ngjiten në laborator. Kriteret për të bërë përzgjedhjen e monkoneve janë gjithmonë lartësia e gingivës edhe këndi i implanteve në cilin doktori ka vendosur në gojë, indikon për të bërë edhe ne përzgjedhjen tonë nëse na duhen me kënd ose të drejtë. Një ndër kriteret kryesore kur bën frezim të monkoneve është që duhet të shkojmë deri në 0,5 maksimumi 1 mm thellësi në gingiv. Duhet të shohim gjithmonë monkonet nëse janë gjatë në okluzion do t'i shkurtojmë. Bëhet montimi në paralelometër, shikohet disparalelizmi i monkoneve ndërmjet njëri tjetrit, gjehet një aks i përbashkët dhe vazhdojmë me frezim. Fillimisht frezojmë me freza të ashpra, që janë pak agresive dhe na japin mundësi që ne të heqim titan nga monkoni. Pasi përfundojmë me frezën e ashpër, pastaj i japim një frezë lustre që monkonet janë të lustruar. Këtu kemi dhe rezultatin pas frezimit. Monkonet janë paralel midis njëri tjetrit, gjë që e lejon që të inserohet një punim me cementim. Faza e ardhshme është do bëhet kontrolli në artikulator për lartësi, nëse janë të gjatë do shkurtohen, nëse jo, mund të rinjështu siç janë. Dhe më pas do vazhdojmë me skamimin dhe do ndërtojmë pronë plastike mbi këto monkone.